Në vitet e para të procesit të legalizimit të zonave informale ka patur debate të shumta a duhet më parë legalizimi dhe më pas urbanizimi apo e kundërta, fillimisht urbanizimi dhe më pas legalizimi. Faktikisht, dashur pa dashur, kjo e fundit urbanizimi zonës ka ndodhur në praktik në zonat informale pas detyrisë së policisë në Shkodër. Urbanizimi nisur me ndërtimin e rrugëve dhe kanalizimeve nëntoksore ka përfunduar. Tani problemi kryesor për banorët mbetet legalizimi i shtëpive, siç kujton edhe kjo moshuar, shumë prej tyre janë vendosur aty që prej afro 30 vitesh, por ende nuk kanë marrë certifikatën e legalizimit të banesave. Zoj, sa vite keni këtu? 25. Dalë në ne kallë, që e kena për me legalizu s'janë ala, për që dimna. Orë letës ne ka me i fjallë ala, të edhjue. Disave u kanë dalë, disave, ne jala, ku dhju që me të thonë. Kjo zone e populluar pas vitit 1991 përbëhet nga qindra familje të ardhura kryesisht nga Dugagjini dhe zonat e tjera malore. Integrimi i tyre urbanistik deri tek rrugicet e brendshme të bllokut ka përfunduar. Në këtë pikë mbetet për të kryer vetëm instalimi i ujit të pishëm, pasi rrjeti i ujësjellësit është tashmë i shtruar. Tani mbetet vetëm legalizimi i shtëpive për ta përmbyllur sistemimin e njërës prej zonave informale më të populluara që ka Shkodra.